Atëherë Mistër, nesër luani me Ignatin në gjysmëfinalet të Kupës, si e prisin ndeshjen, çfarë synoni? Po, nesër do luajmë kundër Ignatia në ndeshja parë në Kupat. Ne jemi gati, si gjithmonë, sot të vit e fundit, gati jemi prap. Situata ishte njësoj me Jani, me Bruno, të tjera qunat ne jemi rregull edhe për nesër ne jemi gati. Çfarë do të synoni në ndeshjen e parë? Do të bëni llogari? Jo, është shumë e vështirë, sepse kemi dy në ndeshje edhe kundër një kundërshtar fort si Ignati. Domethënë nuk mund të bëjmë llogari as të ndeshjes para as të ndeshjes dytë. Domethënë do presim deri nëse jam drejt 22 prili, pastaj do kemi një situata me pastër, nëse mund të them si kështu. Domethënë për mua është nga nesër do filloj një ndeshje interesant, hapu deri në ndeshjen e Elbasani. Pastaj ne Elbasani për mendimin tim do vendoset kush do kapi finale Kupës së Shqipërisë. Sa mund ndikoj nga ana morale humbja e fundit ndaj Dinamos, apo është histori tjetër nesër? Është histori tjetër, pa tjetër ne jemi mërzit, sepse rezultati nuk ishte mirë për ne kundër Dinamo, por kjo është tani mrapa ne jemi përqendruar për nesër, është kupë, edhe është një moment mirë për ne do reagojmë, edhe jam sigur që na do reagojmë mirë. Mes mungesave të shumta në këtë fazë delikate të sezonit, sa mund të jeti gatshëm Elbasani të pretendojë edhe në kampionat dhe në kupë? Unë tash edhe mas Dinamos për RTS Sport, kjo është edhe plus edhe minus për ne. Domethënë minus, kjo është situatë edhe nuk mund do ndrojmë shumë. Kemi vetëm një shpresa për Jani, por prap kemi edhe Toto, është një portier shumë e fortë, shumë e mirë edhe ka forma mirë. Domethënë kjo është situata. Minus sepse kemi nevojë për çdo lojtar. Jemi ti e drejt, jemi në fundit kampionatit dhe kemi nevojë për çdo lojtar, por prap kam shumë besim për grupi, kam shumë besim për lojtarët nga bankina, sepse edhe ata tregojnë është lojtarët mirë edhe gati, dhe kjo është situata edhe jam shumë pozitiv, patjetër.